por e rëndësishme është që në aspektin fetar, në aspektin legjislativ, shariatik, dita Arafatit është shtylla kryesore e haxhit, qysh edhe ka përmend pejgamberi sa el haxhu Arafa, haxhi është i tyri Arafati, por është dita kryesore sa i përket haxhilerëve, ku haxhit të bohen që nga koha e drekës deri në perëndim të diellit, e adhurojnë Allahun xhela xhelaluhu, e lusin Allahun xhela xhelaluhu, e madhërojnë Allahun xhela xhelaluhu. Praktikisht dita Arafatit për haxhinjet është e parapar për lutje. Për atë arsye dhe këtu qëndron urtësia e shkurtimit të namazeve farze dhe bashkimit të tyre. Pra, për t'i lënë hapësirë ose për t'i hapur rrugë haxhilerëve, të cilët kanë ardhur nga anë mban bota, pra jo vetëm kohën tonë, po edhe më herët edhe do të vazhdojnë që atë periudhë kohore, disa orëshe, ta shfrytëzojnë në lutje. Prandaj dhe është fol shumë, po flas njëherë nga këndvështrimi i Arafatit për haxhilerët, pastaj flas edhe për ata që janë haxh. Pra, si ditë është konsiderohet dita më e madhe dhe më e mira e vitit, dita e Arafatit,